Në një botë ku yjet flasin dhe shenjat zbulojnë të fshehtat më të thella të shpirtit, ekzistojnë disa fakte që nuk I keni dëgjuar kur më parë. Sot do të zbulojmë 10 kuriozitete të çuditshme dhe të vërteta për secilën shenjë të horoskopit. Dashi. Dashi është një zjarr që nuk shuhet kurrë. Ata janë lider të lindur, por ja çudia, shpesh kanë frikë nga dështimi më shumë se sa duken. Kur I sheh të guximshëm në publik, brenda tyre luftojnë me zërin që u thot, mos dil huq. Por kjo frikë I shtyn të ecin përpara më fort. Demi. Demi është I qëndrueshëm, por një fakt që pak e dim. Kur vendosin të heqin dorë nga dikush, nuk kthehen më kurrë. Edhe nëse çajnë natën në heshtje, krenaria nuk I lejon të bëjnë hap pas. Dhe diçka tjetër. Shumica e tyre kanë kujtesë të frikshme për detaje të vogla. Binjakët. Binjakët njihen si bisedues të shkëlqyer, por pak e din që shumë prej tyre ndihen më rehat vetëm se sa në shoqëri. Ata kanë 2 zëra në kokë, një që I shtyn të flasin pa pushim, dhe një tjetër që dëshiron vetëm qetësi dhe introspeksion. Kjo dualitet I bën shpesh genial. Gaforja. Gaforet janë emocioni në formë njeriu, por ja sekreti, ato lexojnë njerëzit me një saktësi të frikshme. Edhe nëse nuk flasin, ata kanë kuptuar gjithçka. Dhe më e çuditshmja, kujtimet e tyre ruajnë edhe tonin e zërit tënd. Kur ke gabuar? Luani. Luani duket si mbret, por në thelb ka nevojë për dashuri më shumë se çdo shenjë tjetër. Kur nuk ndihen të vlerësuar, bien në heshtje dhe largohen. Mund të ndriçojnë gjithë botën, por pa një zemër që I do sinqerisht. Ndihen bosh. Virgjëresha. Virgjëreshat janë perfeksionistët e zodiakut, por në të vërtetë perfeksionizmi është një mburojë për të fshehur ndjeshmërinë e tyre. Ata janë më të lëndueshmit, por asnjëherë nuk do ta pranojnë. E ke parë ndonjëherë një virgjëresh të qesh dhe pastaj të hesh për orë? Peshorja. Peshorët jetojnë për harmoni, por kur prishen ekuilibrat bëhen një stuhi që askush se ndalon. Ata mbajnë shumë brenda vetes për të mos lënduar të tjerët, por kur e tepron me ta, kthehen në hakmarrjen më elegante që ke parë ndonjëherë. Akrepi. Akrepi është mister në lëkurë njerëzore, por ja sekreti, çdo akrep ka një dobësi. Dhe ajo është dikush që e do realisht. Kur dashurojnë bëhen të pambrojtur, por se tregojnë kurrë. Nëse e zhgënjë një akrep, nuk hakmerret me njëherë, por as nuk harron. Shigjetari. Shigjetari është eksplorues, por e vërteta është që shumë prej tyre nuk po ikin për të zbuluar, por për të harruar. Ata nuk I durojnë dot kufizimet emocionale, por në zemër. Janë romantik që presin të ndodhë e paharrueshmja. Bricjapi. Bricjapi është I ftohtë nga jashtë, por në të vërtetë ndjen gjithçka, çdo gjë, vetëm se ka mësuar të mos e tregoj. Kur një bricjap dashuron, investon pa kushte, por nëse e tradhton, ai të fshin si të mos kishe ekzistuar. Ujori. Ujorët janë ndryshe. Janë rebel të butë që mendojnë me zemër, por shumë pak e din që ata vuajnë nga ndjeshmëri ekstreme. Kur ndihen të pakuptuar, thjesht shtuken. Jo për të hakmarr, por për të mbrojtur shpirtin. Peshqit janë artistët e shpirtit, por ajo që I bën të veçantë është aftësia për të dashuruar pa kushte. Ata dhurojnë pa llogari, por kur lëndohen, e gjithë bota u duket gri. Ata janë poezia që pak njerëz e lexojnë siç duhet. Cila ishte shenja jote? Dhe a ishte e vërtet për ty? Na e thuaj në komente dhe mos harro të ndjekësh faqen tonë, sepse çdo ditë yjet kanë diçka për të thënë.